Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në emisionin Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë ju e dini edhe sot do të jemi rreth një orë në transmetim dhe ditën e sotme do të flasim vetëm për njerëz të humbur, do të sjellim në fokus disa histori, disa persona që fatkeqësisht janë larguar nga banesa dhe kanë humbur çdo lloj kontakt me familjarët e tyre. Janë prindrit, motra, vëllezër, të cilët janë drejtuar Report TV, janë drejtuar emisionit Pa Gjurmë si një shpresë, si një mundësi që shkojnë si një dritare që zëri tyre të dëgjohet me shpresën që fëmijët do t'i dëgjojnë dhe do reagojnë. E në fakt ndër vite emisioni Pa Gjurmë ka sjellë në fokus shumë histori shqiptarësh të humbur, sidomos në dy shtetet fshinj, Greqi dhe Itali. Pjesa më e madhe e shqiptarëve kanë humbur kontaktet me familjarët pikërisht nga Italia dhe Greqia, por duke folur me periudha kohore, numri ndryshon. Numrin më të madh të shqiptarëve të humbur në shtetin grek i kemi rreth viteve 90 deri diku rreth vitit 97, ndërsa Italia ka numrin më të madh të humbur shqiptarëve nga viti 97 deri në vitin 2000. Gjithnjë bazohem nga statistikat e emisionit Pa Gjurmë, nga denoncimet që kanë ardhur ndër vite pikërisht në redaksin ton. Dhe ditën e sotme ne do sjellim një histori që është e dhimbshme për familjen, historinë e një të riu që u nis drejt Greqisë dhe humbi çdo lloj kontakti me familjen. Dhe bëhet fjalë pikërisht në fakt për vitin 2010, jo vitin 95 deri në 97. Bëhet fjalë për Erion Gjolenën, dashur miq, i cili u largua në moshën 18 vjeçare drejt Greqisë dhe humbi çdo lloj kontakti me familjarët, konkretisht në 8 mars të vitit 2010. Janë mbushur plot të 16 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ndërkohë regjia më ka ndihmuar me pasaportën e Erion Gjolenës. Ky është 34 vjeçari nga Belshi që u largua në Greqi dhe humbi kontaktet nëpërmjet një lidhje telefonike me vllain e tij marsin e vitit 2010. Me mua në studio është babai i tij, Ilmi Gjolena, i cili dhe pse është në një moshë të thyer, i pafuqishëm për të udhëtuar dhe për të qenë pjesë e studiove, asnjëherë nuk nguron që të jetë pjesë e emisionit për të kërkuar për djalin e tij. I rënduar, le të themi, dhe nga pjesa e dëgjimit që duhet ta mirëkuptojmë të gjithë dhe unë do bëj të pamundër ditën e sotme për ta ngritur zërin më shumë që ai të më kuptojë dhe më të dëgjojë, sepse ka një breng të madhe për të birin që do të zbulojë të vërtetën çfarë ndodhi me fatin e tij me atë 18 vjeçar. Ilmi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Gëzuar, ja vjen me sukses e qoftë gjithmonë. Të falenderoj. Por nuk di se si ta shpjegoj punën e këtij fëmije, këtij djali. Se kanë kaluar shumë vite dhe ende nuk është zbuluar asgjë. 15 vite, apo e thënë 15 vjetë që mos njihet ky fëmijë as më. Tu vrasmenja. Ne do jemi të dy së bashku në studio për disa minuta për ta rrthyer historinë e Erion Gjolenës, por fillimisht më lejo të jap një material, një kronik që kemi përgatitur për humbjen e të riut nga Belshi në Greqi marsin e vitit 2010, e ndjekim dhe rikthehemi. Zhdukja misterioze të riut nga Belshi i Elbasanit vijon të mbetet një enigmë dhe pas 16 vitesh. Bëhet fjalë për Erion Gjolenin, i cili në mars të vitit 2010 u nis drejt Greqisë bashkë me mikun e tij, Pollu Muça, në kërkim të një jete më të mirë. Të dy kaluan kufirin në mënyrë të paligjshme, duke u thuar për 4 ditë në këmbë. Gjatë rrugës gjendja shëndetësore e Pollumbit u përkeqësua, çka detyroi Erionin të nxirrte në një rrugë kryesore për t'ia dorëzuar autoriteteve greke. Pas këtij momenti, dy miqt humbën çdo kontakt me njëri tjetrin. I vetëm Erioni arriti në një zonë rreth 2 orë larg Katerinit, prej nga telefonoi edhe vëllain e tij Arditin, duke i thënë se ishte në gjendje të mirë dhe se po përpiqej të gjente punë. Kontakti mes tyre vazhdoi rregullisht deri me datën 8 mars, ku u zhvillua dhe biseda e fundit. Gjatë asaj telefonate Eriu u shpreh se kishte dalë për kafe, por më pas telefoni i tij nuk u përgjigj më. Nga hetimet dhe kërkimet familjare, rezulton se gjatë qëndrimit në Greqi Erioni kishte takuar një bari grek, i cili i kishte kërkuar të mos lëvizte natën. Të nesërmen para se të largohej, ai kishte deklaruar se do udhtonte drejt Katerinit, ku ndodhej një mik i tij. Familjarët ndoqën këtë pistë dhe kërkuan në këtë zonë, por pa sukses. Asnjë gjurmë nuk u gjet, duke shtuar dyshimet se Eriu mund të ketë devijuar nga itinerari që kishte deklaruar. Edhe sot fati i Erion Gjolenës mbetet i panjohur, ndërsa familja vazhdon të kërkojë përgjigje për zhdukjen e tij.
Kjo është historia e Erion Gjolenës, dashumish 34 vjeçari që shkëputi kontaktet me familjen përpara 16 viteve, konkretisht në marsin e vitit 2010. Në fakt, historia e Erion Gjolena është trajtuar disa herë për gjatë 8 viteve pa gjurmë këtu në Report TV dhe ne do vazhdojmë të risjellim të histori gjithnjë me shpresën që kushdo që mund të na ndjeki, kushdo që mund të ketë një informacion qoftë dhe të vogël për historinë e Erion Gjolenës, mund të na telefonojë ditën e sotme dhe që në fillim të programit dua të ripërsëris kontaktet tona, kushdo që do të lidhet me emisionin pa gjurmë, janë 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por ju mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. I dashur Ilmi, dua të marrë vesh dhe të më tregosh historinë e djalit, si iku ai në Greqi dhe humbi kontaktet me ju. Ky ka ik me datën 2010. 2 mars. 2 mars. Edhe unë ishtë me shok, atë në fshati. Atje e shoku gjaja smunat, edhe që ikën vetëm, vazhdo rrugën vetëm. Edhe u shkputëm atone Kontaktet me këta, me djalin. Jo, pa këtu, pa atë. Jo, jam këtu, po jam atë. Në telefonat. Pre telefonata fare. Shkputi telefonata. Shkputëm fare nga... Telefoni ti u fik. Ditë e fikur tani, telefonis. Shumë. I dashur Ilmi, ai hyri në tokën greke, sigurisht. Djali juaj Erioni hyri në tokën greke, së bashku me një shok, ai e la përgjysëm rrugën, le të themi, për të vajtur në vendi ku dëshironin. Ai u kthye në Shqipëri, ndërsa Erioni vazhdoi rrugën për në Greqi. Ai shoku vojt në spital, joja, në spital. Ky vazhdoi rrugën. Për të rritur në çfarë vendi? Për në Katarin. Në Katerin të Greqisë. Sepse aty ishte djali tjetër. Ishte djali tjetër, i vllai. Por që fatkeqësisht ata nuk u takuan asnjëherë. Ja, nuk takuan, se si arriti atje. Dhe data e fundi që ai ka folur me vllain e vet ka qenë 8 marsi i vitit 2010. Nga ai moment nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e djalit. Ato ditë që iku i ka qenë dhe kushtet e vështira. Edhe këtu s'jam i rahat. Atmosferike, kushtet e vështira atmosferike. Natyra. Jashtë. Edhe pse ka qenë pranverë, ditët e para të pranverës? Pavarësisht, për ka ja kama ishte shkurt alla turke, i thojmë në pleqë. Kishte hynë ditë e verës. Ishte dimër akoma. Ati venet se qeshun, shkelat venet të, unë këtë mosh, kam unë frikë në këtë mosh. Atje që të kaloj, kjildi, është të shtritë. Kom në dhe në veri, kom drejtë, po si atje. Atje nuk, mund që të menja mund të këtë shpëtu. Tjetë gjallë e ma drejtim që ka kaluaj. Dyshoni se mund të këndohë diçka e keqe? Jo, në natyra që e vështiri, një, ftoft, bërë. Ose, ka hi me nëj manastirë dhe atje së njëriës, së shumë. I dashur Ilmi, ju po më tregoni që keni qenë vetë në Greqi, keni vajtur në vendin ku dyshoj se ka qenë djali juaj, e keni kontrolluar terenin dhe keni parë që ka qenë një teren i vështirë. Ka pasur borë, ditë të ftohta marsi, dhe ndoshta ai i ri nuk ka mundur do t'ja dali për të zbritur në qytet në Katerin. S'kishte mundësi. Ku kaloj ma ato vështërsie? Që ka mos më shumë. Mos të menja. E jerë po të marë rrugën, në i mali tjetër këthej, atje nuk shpëtoje tjerë 10 veta, jo i preson vetëm në shpes dhe ekra. Ana e unë s'mushet menja, tjetë gjallë e ihmi. Juve, boni që mas qëtë, ta zboloni, i rahashëm s'jam. Të besoj. Po s'jam i rahashëm. Se venet thyra, venet pashkelur, venet... Ik për t'i shkelt vend në verisi, preson vetëm. Ku?
Jo, mosh. E vogël, mosh. 18 vjeç ka qenë. 18. Unë jam 80 sot, edhe vetëm atë vend veri ku kom qanë, allaj, i vështirë është. E jo, ai që si a di dhe vendit fare, orientimin. Por nga policia e zonës, u arritë zbulohej diçka? Ku si zbulohej? Thoj që kisha vojt, merë në telefon, taj, jam këtu, jam aty, si arrejnë. Venin shëkonin se gjinin. Por policia, pasi, le të themi, Po dulun... vora shkriu dhe nisën kërkime, sepse policia greke ka kërkuar. Thonë që dulin policia, pasë ku mësë i pamë ne. Nuk dihet e vërtet. Nuk dihet ajo. Fakti o që shumë. Tu, ja. Ska mos. A bënë të gjë, o kafshët, ose s'ka. Ose ka himen me. Ja, do thëmë që bënë vaki ma atë pengë. Shfrytëzohet. E dyshon dhe këta? Po, e gjëkoj dhe këta është të kapitalizm. Të mërë të fuda tjetë, po nërë si klish. Jepi ka fshatë pugar, ka zëlluar, marrë telefon, s'marrë. Por frika juaj me madhe është se ndoshta për shkak të terrenit të vështirë, pyll, kafshët e egra, ai s'ka mundur do t'ja dali i vetëm. Ai po shpëtu në ajo vështërësia tjera. Bon vakimu tjetë jo që se mund. O, ma në pengë kështu, shfrytëzohë kështu, ose ka hime manastirë, rëj. Ati është, manastiri është me kushte, marroni 5 vjeçar, fillon tjetëri. I dashur Ilmi, ne do vazhdojmë të qëndrojmë për të folur për historinë e Erion Gjolena, por më lejo që të kaloj në një hapësirë reklamash, për gjithë ata që janë duke na ndjekur ditën e sotme, me historinë e të riut nga Belçi Erion Gjela, kushdo që ka informacion është i lutur të lidhet me emisionin Pa Gjurmë, pasi Erion Gjolena ka humbur kontaktet me familjen përpara 16 viteve në rrethana misterioze ku babai i tij i moshuar sot me mua në studio, zoti Ilmi, po tregon dyshimet e veta dhe frika se ndoshta diçka e keqe i ka ndodhur dhe mund ta ketë humbur jetën pikërisht në Greqi, por kjo e vërtet ende nuk dihet. Kushdo që e njeh këtë histori, kushdo që mund të ketë një informacion, mos të hezitoj. Ditën e sotme le të lidhet me emisionin Pa Gjurmë. Kalojmë në një këshill mjekësore tek Obeni të dashur miq dhe rikthehemi sërish bashk live për të vazhduar intervistën dhe për të dëgjuar rrëfimin e këtij babai që ka një plag në zemër për të birin e humbur. Mirë, jemi sërish bashk live dashur miq për të vazhduar me historinë e Erion Gjolenës, një i ri nga Belçi që ka humbur kontaktet me familjen nga Greqia. Babai i tij i moshuar Ilmi Gjolena është duke rrëfyer historinë e të birit se si i humbi kontaktet me Erionin. Ilmi, Urdhë. I ke ngulur sy tek fotoja dhe e kuptoj mallin që ke për djalin. E ziba, qarë i bëj moshës. Se ja marru në të kraja, si po që t'i bëj moshës, si thëjnë 80 vjeç. Unë s'pe drejtoj këtu, jo të drejtoj të kërkoja ne. Të kuptoj. Janë, e di unë e të plak dhe minja po që të bëj. Të ka munguar për kaq shumë kohë dhe ende nuk e di se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Pa kujdijet ajo është. Ku besoj unë? Ku kom besim ke? Si për janë vend të atu, në s'pa ke besim. Jo në vend të uj, pa shkel, pa gjanë, qaftisë. Po leqa humin, që dhim për to. Humen Belësh, po humen Tiranë. Të humbjet që humin këtu janë. Dashur Ilmi, kur ju ishit në Greqi, takuat edhe një çoban që ju dha informacion për djalin. Një çoban. I çoban? Që e takuat ju në mal dhe ju tregoj që atë natë kishte takuar djalin tuaj. Po kishe takuar, da dhe ne kishe thonë rri këtu. Fli këtu, jo, do iki kishe thonë. A i stoni është një kodër të afer pëllin e shumë. Nuk kishe nejtë, kishe ikur. Pas kishe nejtë aty, ndofta do ishte. Djali e njinte rrugën? Po kishe kaluë, pas pat kaluë dhe shumë herë, ta kishe raf rrugën shumë herë.
Pa që një 2-3 herë, me shokë. Natë ishte natë, ishte. Dhe tereni ka qenë i vështirë. Je shumë i vështirë, unë e nevojtëm, kur të vojtë me pa dhe më të shofi, më që unë. Po jo, ishte i lokali vogëllë të me i pëllë, të jo, jo. Pas sa vitesh ke shkuar në Greqi dhe e ke parë vëndi ku humbi djali? Pas sa vitesh ju shkuat në Greqi? Po që shkum ne, ku shkum ne, është sa për kalu kohën, ne shkum as 2 vjetë. Se u shumë asërova të badet, vete ta shofi mje ku ka kalu. Se thori, no, nuk është fështirë shumë, pa ta shof vetë jena. Se kishe qanë në Greqi. Po, qenë unë, atë mjëti, o një shëtë, Katarin Karisi, thënë të shati, pas vëjtë ke qunat. Mu të pas do vëmë, do të qojmë dhe, më qunë. E që po, halë më qoni atje ke që bani. A që bani, Delja nuk kërkohet sësë. Kërkohet të dite që humë. Ta mane jetë. Unë nuk dhije, Greqi, Djali, të ndimonte. Po, që e këtu i tha që rri, sneti, iku. Që ti thoshe? Ja, që. Kjo është historia fatkeqësisht e djalit tuaj, kështu ai ka humbur kontaktet me ju. Por djali që jeton në Greqi, bëri kërkime më vonë, arritët të zbuloni diçka? Po kërku më thaj me shok, dola me shok në për shatër dhe ne. Ja, që, është. Po më ime që, të në zbulofshë ju, po ne unë për e sami them. Jam më ndjene që të zbuloj të më, kërkoj. Në i farë mënyret, duke se kur je dorëzuar, nuk ka mësi, se po ishe mësi, po shëporta është. I hypën, që jake është. Dhe po që në kërkoj, në dhe shosh, ju më zdi. Dhe që, unë nuk mu që të menja që tjetë gjallë. E kam, më shtë i pasë. A i mund të këndruar jetë fatkeqësisht në një moshë në kulmin e moshës. Ju qofë, po. Dhe është edhimshme teksa dëgjon një baba që e ka të birin e humbur prej kaq shumë vitesh dhe dyshon që ai nuk mund të jetë gjallë, diçka e keqe mund t'i ketë ndodhur atë natë teksa po përshkronte atë pyll për të zbritur në qytet, në një ditë të ftohtë marsi, në një ditë që binte shumë borë dhe keni të drejtë që dyshoni dhe më të keqen e mundshme kur mendon që ka kaluar 16 vite. Ai nuk kishte ndonjë arsye që mos kontaktonte me ju nëse ishte mirë. Po mirë, kaq kohë që preson, mos e shofi askush. I njeri, se ka mësi, më një dhe asë miqosh. Që i dhafet keqe fjallë vjera që ndush këmë përsi, do të vi këtu, më në vend. Brana orës do të vi, që kështu tha. Që 16 vjes në jetës, kur kumë, këthojnë masorës. Po, një i humbur për 16 vite, mos të ketë para askush, mos të reagoj, të shkon mendja. Po të pënohet, për shembull, Dikun. Në përfshatët, në gjikun, po do thotë e jari, do t'i thoshë juve, apo njërë, a ke filon në vend, që kërkët. E ka atje, filon në vend. Do vinte një informacion. Do vinte informacion që filon në vend e keni, po si shka kemi dju. Se unë jam ronu dhe në veshtë, sa do që, e shumë. Asë një informacion nuk ardhur, në 16 vite, familjen tuaj. Asë informacion, pra, që të them. I dashur Ilmi, si e kujton djalin tënd? Kjo është foto e fundit le të themi. Unë nuk du gjona djali, kujtoj du këtona djali, që vetëm thoje, le mos të shumë, më marrë, thoje jam shnashe mirë, më bëj merak për mu. Më me zemër që të arrit të ditë dhe të jetë e vërtet që të jetë shnashe mirë. Mu nuk mushet me një. Por çfarë kujtimesh ruan ti nga djali? Kjo është fotoja e fundit e ti, kur ka qenë diku te 17 vjeç. Qatë them, nuk. Të kujtohet ai moment kur iku në Greqi dhe të tha baba do iki? Po më kujtohet, se sigur jam tani.
Iko, a ditë se kemi në i bish bakti e kështu, vojtë i shikoj, i kishe si kjefat, i shikoj, në po vita, unë po iki, po rrije se o dimër, thash, oftoft, thash. Po në, ikë në aprili, në hajden, po të heze, pa pashaporta ishin. Po, në mënyrë ilegale kaloj. E, ta shumë, po shë lartë, mos ta shumë. Vetë joj me dimër, a malësi. Rruga është e frikshme, e qartë. Ja dhjera në sinë malësis. Por a i nuk të dëgjoj, dhe iku? Jo, e thanë dhe ikim me shokë, tha se jemi, kemi nevoj, po nuk dhe nevoja me këto kushe kjo është i menë. Nuk majtë i vesh, iku, ja. Iku me shokën. Shoku së mund, tha e. Nuk e dajtë do të unë mes këtë punë. Lejo të bëj dhe një thirrje në emrin tuaj, në emrin e gjithë familjes i dashur Ilmi, kushdo që është duke na ndjekur ditën e sotme në këtë transmetim, po flasim për historinë e zhdukjes të një të riu nga Belshi, Erion Gjolena, i cili ka humbur kontaktet me familjen në mars të vitit 2010 nga Greqia, ka qenë vetëm 18 vjeç dhe ka kaluar plot 16 vite. Dhe nga ajo kohë, nësa i ndodhet diku, është shëndoshe mirë, i bie ploti 34 vjeç Erion Gjolena, pikërisht fotoja që po shikoni edhe në ekranin tuaj. Nuk dihet e vërteta dhe pse ky baba dyshon se diçka e keqe mund të ketë ndodhur djalit të tij atë natë që ka udhëtuar i vetëm për të mbritur në Katerinë aty ku e priste i vllai. Dyshon se mund të ketë ndodhur dhe e keqja e mundshme, por gjithsesi shpresa është ajo që vdes e fundit. Ai ndodh me mua në studio në një moshë madhore, gjithnjë me shpresën që mund të dëgjoj diçka dhe mund të zbardhi të vërtetën e të birit të tij që sigurisht i mungon dhe e ka plag në zemër. Ndaj u bëj thirrje në emër të këtij babai, në emër të kësaj familje, që kushdo që e njeh këtë histori, kushdo që mund të ketë informacion, qoftë dhe miku i tij që udhëtoi atë ditë, por rrugën e la përgjysëm sipas informacioneve që zbuloi vetë familja, mund të na kontaktojë ditën e sotme pikërisht në numrat që ndodhen poshtë ekranit tuaj dhe uroj dhe shpresoj që kjo histori të zbardhet e vërteta. I dashur Ilmi, si është tradita e këtij emisioni që çdo kush që vjen në këtë studio në fund e mbyll me një mesazh. Dëshiron të përcjellësh një mesazh për djalin tënd? Edhe pse nuk beson që ai është gjallë. Po ja, këto e them unë që sa që parë, të jetë mirë, dhe të më thoj që jam, më bëj me rakën, që është mesazhet i japë më ati unë. Ku e daj do të më me do. Po ju bëjmë thirrje dhe gjithë shqiptarëve që kanë jetuar në zonën e Katerinës, që mund të kenë ndonjë informacion dhe mund të na telefonojnë. E urojmë. Do të përcjell i dashur Ilmi, falenderoj që të pata në studio. Unë nuk do të mundoj që ti të vish në këtë studio për shkak të moshës. Unë këtë moshë të besoj. Më ka humor, ajo se edhe shumë, po këto në zbëlofshi juve. Për mu nuk zbëlohat aja, vetëm emisioni. Dhe uroj që ditën e sotme kushdo që është duke na ndjekur mund të na ndihmojë për ta zbuluar historinë e Erion Gjolenës. Do qëndrosh aty dhe unë do të përcjell, më lejo të kaloj në një hapësirë reklamash në këtë momente dhe rikthehemi sërish bashkë në studio. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq për të vazhduar në këto momente me të tjera histori, me të tjerë persona të humbur që fatkeqësisht kërkohen nga familjarët e tyre në studion e emisionit Pa Gjurmë. Do e vazhdoj misionin me historinë e Marieta Dautit, një vajzë e re korçare, një 27 vjeçare që ka humbur kontaktet me familjarët e saj nga Janina e Greqisë në 15 shtator të vitit 2025, vitin e kaluar. Historia e Marieta Dautit është një histori e dhimbshme, pasi kjo vajzë, le të themi, ju morën fotot dhe ju shfrytëzuan në rrjetet të ndryshme sociale në internet dhe e përjetoi këtë situatë dhe kjo është një ndër arsyet që familja e saj dyshon që vajza u largua dhe humbi kontaktet. Ajo iku me nënën në Janin për të punuar, të dyja kishin kontakte të rregullta me njëra tjetrën dhe pse nuk jetonin bashkë, po jetonin në familje të ndryshme pasi punonin. Por fatkeqësisht vajza mbylli telefonin në 15 shtator të vitit kaluar dhe nga ai moment nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Unë dua të prezantoj një kronik në momentin kur nëna e saj në një lidhje telefonike e ka denoncuar këtë histori live në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe rikthehemi.
Prej 15 shtatorit të vitit të kaluar, jeta Alketa Dautit nga Korça është ndalur në pritje të një lajmi për vajzën e saj Marieta Dautit, 27 vjeçarja, humbi gjurmët në janin të Greqisë dhe që prej asaj dite, fati i saj mbetet i panjohur. Nëna e Bik kishte shkuar në Janin për të kërkuar punë, sipas familjarëve ato ndodheshin pranë zyrave të punës, ku në rrethana ende të paqarta, Marieta u largua dhe që nga ai moment nuk është parë më, që prej asaj dite, çdo përpjekje për ta gjetur ka rezultuar e pasuksesshme. 27 vjeçari jetonte së bashku me prindrit dhe ajo kishte kaluar një periudhë të vështirë në jetë. Sipas familjarëve, publikimi i disa fotove intime kishte ndikuar rënd në gjendjen e saj psikologjike, duke e çuar në depresion. Për shkak të kësaj gjendje të brisht, nëna e saj Alketa nuk e linde pothuajse asnjëherë vetëm. Marrëdhëniet e të resë me motra dhe vëllezërit nuk ishin të mira. Ajo komunikonte kryesisht vetëm me nënën, e cila ishte mbështetja e saj e vetme emocionale. Me njëherë pas zhdukjes, Alketa Dauti ka bërë denoncim në polici, po pavarësisht kërkimeve, deri më tani nuk ka asnjë të dhënë zyrtare. Ndërsa muajt kalojnë, familja jeton me shpresën që kjo histori të mos harrohet dhe që autoritetet të intensifikojnë kërkimet për të zbuluar se çfarë ka ndodhur me Marieta Dautin. Kjo është historia e 27 vjeçares korçare Marieta Dauti që ka humbur kontaktet me familjen shtatorin e vitit kaluar nga Janina e Greqisë. Dhe në fakt nëna e saj ka mundur të zbulojë edhe numrin e ri të celularit që ajo përdorte në shtetin grek, një numër që kemi tentuar shumë herë ta provojmë në forma nga më të ndryshme, jo vetëm në Shqipëri, por dhe me numra grek, por fatkeqësisht rezulton i mbyllur dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e kësaj të reje korçare që kohët e fundit sipas nënës kishte rëndesë të madhe psikologjike për shkak të fotove që ju morën, le të themi, dhe ju shpërndan në rrjetet sociale. Nuk dihet nëse ajo vazhdon të jetojë në Janin, të jetë brenda territorit të Greqisë, apo mund të jetë larguar nga Greqia dhe mund të ketë shkuar në Gjermani, pasi vajza kishte shprehur dëshirën që të largohej në Gjermani dhe kishte qenë edhe përpara në këtë shtet. Ju bëj thirrje, kushdo që ka informacion për Marieta Dautin, kushdo që e njeh, është i lutur të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona, keni 2 numra poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Nga fotoja dhe historia e kësaj korçare e Marieta Dauti, do të kalojmë këto momente në një tjetër histori, në një tjetër pasaport, do të jemi në kërkim të Erion Bregut nga Skrapari, që ka humbur kontaktet me familjen nga Greqia në 24 maj të vitit 2024. Jeni duke e parë foton e Erion Bregut, babai i 2 fëmijëve, i cili u largua për të punuar me kohë sezonale në shtetin grek, por fatkeqësisht humbi kontaktet në 24 maj të vitit 2024 dhe telefonatën e fundit e ka realizuar me vllain e tij, duke i treguar edhe konfliktet që kishte me kolegun, me një tjetër shqiptar nga Përmeti. Kërkimet janë bërë shumë nga familjarët në shtetin grek, nga kushëria e tij që jeton në Greqi, kanë arritur të gjejnë pronaren, e kanë pyetur dhe e ka treguar që ai ishte larguar në orët e vona të darkës nga shtëpia e saj dhe nuk kishte informacion. Ndërkohë që edhe personi që dyshohet që ka pasur konflikt me Erion Bregun, një ri nga Përmeti, është pyetur nga familjarët, por ai mohon që nuk ka lidhje me zhdukjen e Erion Bregut. Ne e sillim sot në fokus të histori pasi 2 fëmijët, bashortja është larguar nga Skrapari, le të themi familjarët kërkojnë që të bëhet divorci duke e shpallur të humbur, por ai ka 2 fëmijë që po rriten pa baba dhe sigurisht janë në kërkim për të zbuluar të vërtetën. Kush është historia e Erion Bregut? Ndjekim këtë informacion dhe rikthehemi. Erion Bregu është 41 vjeçar nga Skrapari, i cili rezulton një humbur për familjen, që prej datës 24 maj të vitit 2024, babai i 2 fëmijëve u largua drejt Greqisë për të punuar dhe telefonatën e fundit e realizoi nga një fshat i Larisës me 2 vëllezërit e tij. Po fliste shumë fjalë shumë të çrregullta, po fliste fjalë më të ndryshmet që nuk ekzistonin. Por vllai juaj ka pasur probleme përpara me shëndetin e tij mendor përpara se të kthente në Greqi? Jo, në shëndetin mendor përpara nuk ishte. Kohët e fundit që kur iku në Greqi, mbas i muaj e gjysmë, filloi të shqetësohesh. Pas kësaj ngjarje, të treguar nga vetë 41 vjeçari, telefoni i tij u fik. Sipas kushërirës së tij, Erioni punonte tek një shtetase greke, ku kjo e fundit
i kishte siguruar ushqimin dhe fjetjen, por ditët e fundit para se të humbiste, ai kishte shfaqur disa probleme. Ka vajtur tek një greke, ka shkuar ajo e ka marrë. Kur e mori kjo në makinë, e kishte kuptuar që nuk ishte mirë. Kishte problem të shëndetit të ti mendor. Po. Ti ku e mori kjo 15 ditë ishte ky Spartak Mushaj. Aty ku njoh me shqiptarin tjetër. Me shqiptarin tjetër. Po. Aty pastaj kishte konfidenca me ata për pune, kur kam folur unë me Erionin. Po që i kisha kuptuar dhe vetë që nuk fliste siç duhesh, siç fliste më përpara. Dhe e gojoste vetëm shqiptarin që më rre shqiptari. Toni ishte shumë punëtor, e digjonte. Ai rrinte, nuk bënte punë. Dhe detyronte këtë Tonin për të bërë punë. E shfrytëzonte. Po. E qartë. Ky ja kthente përgjigjen, ai ndoshta nuk donte, unë vetë atë Spartak Mushë nuk e kam takuar. Gjatë transmetimit të datës 23 korrik 2025, kushërira e të humburit, Ermelinda, dha disa informacione të rëndësishme për momentet kur Erioni është larguar pa lënë asnjë gjurmë. Pronarja më mori në telefon mua dhe më tha që Erion Bregu e kishte lënë telefonin në tavolinë. I kishte rënë me këtë kishte folur herën e parë, kishte folur me mua. Dhe më tha që nuk ndodhet Erion Bregu, ka ikur në orën 11 të natës. Kishte qenë gjithë ditën në punë, e solli pronarja në orën 10:30 në shtëpi. Dhe kishte shkuar në shtëpinë e saj, Erioni rrinte në katë parë, pronarja rrinte katë tretë. Dhe në orën 11 se kush i kishte thirrur. Për jashta, Erioni ishte brenda. Se kush i kishte thirrur dhe kishte dalë. Këtë gjë ka dëgjuar vetë pronarja. Vetë pronarja. Po, se hapëm kamerat. Por nga kamerat e sigurisht që keni hapur, keni arritur ta identifikoni kush është ky person? Jo, se ka qenë natë dhe nuk e jep qartë. Por duket një person... Duket zari që është zër burri që ka thirrur. Kështu ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij, Erion Bregu, ku këtë historinë e kemi trajtuar gjatë edhe sezonin e kaluar. Kanë qenë vëllezërit të ftuar në studio, kushërira e tij, e cila ka bërë kërkime në shtetin grek, por dhe ish-vjerri i tij ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe ka treguar se dhe ai se si kishte humbur kontaktet dhe dyshimet që kishte për zhdukjen e ish-dhëndrit të tij, dhe pse kishte marrë vajzën, 2 fëmijët dhe i mbante këtu në Tiranë në kushte të vështira, një emision që realisht të gjithë jemi prekur kur e kemi dëgjuar ish-vjerrin në studion e emisionit Pa Gjurmë. Unë vazhdoj të theksoj dhe pse nusja ka ikur, ka kërkuar divorcin, janë fëmijët e vegjël që kërkojnë babain e tyre, janë vëllezërit, janë motrat, janë gjithë familjarët që duan të mësojnë të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e Erion Bregut, edhe për historinë e këtij të riu. Nga Skrapari u bë thirrje miq gjithë atyre shqiptarëve që kanë jetuar në zonën e Kallamatit, e kanë njohur Erion Bregun, kanë informacion, qoftë dhe anonim, mund të lidhen me redaksin ton për të na dhënë një informacion për të nisur një pistë kërkimi, pasi fatkeqësisht deri në këtë momente që flasim, nuk ka asnjë informacion për Erion Bregun dhe ngelet mister humbja dhe zhdukja e tij. Çfarë ndodhi atë natë, kush e thërriti që ai doli nga shtëpia e pronares greke aty ku punonte dhe jetonte dhe nuk u kthye më. Dhe pse policia e atij vendi ka bërë shumë kërkime, nuk ka zbuluar asnjë gjurmë të Erion Bregut. Uroj dhe shpresoj të zbaret kjo e vërtet dhe mbi të gjitha urojmë që ai të jetë gjallë, të jetë shëndoshë mirë dhe mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e Erion Bregut. Mirë, do të bëjmë një shkëputje në këto momente, dua të prezantoj një suplement ushqimor, quhet Prostatol, është i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në problemet dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashk live. Mirë, jemi sërish bashk live për të vazhduar me historinë e radhës. Do të vazhdojmë në këto momente me historinë e Bledar Sulkja, njëri nga Durrësi që humbi kontaktet me familjen ngushtin e vitit 2002 nga Spanja. Ka kaluar shumë vite dhe nëse është shëndoshë mirë, sot ai bie të jetë plot 51 vjeç. Jeni duke parë foton e Bledar Sulkja, një histori që është trajtuar në shumë sezone të emisionit Pa Gjurmë. Nëna e tij ka qenë në studion ton, ka treguar se si ka humbur kontaktet me të birin, por dhe detaje që djali i saj kishte hyrë në Spanjë me një pasaport kroate dhe nuk përdorte emrin e tij Bledar Sulkja. Të dhënat të cilat ne kemi shfrytëzuar edhe nëpërmjet ambasadës tonë në Spanjë për të marrë vesh një informacion, ndoshta
dyshimi i familjes se mund të kishte përfunduar në ndonjë burg, janë bërë kërkime, por fatkeqësisht nuk është gjetur asnjë gjurmë e Bledar Sulkaj dhe pse kanë kaluar shumë vite. Kontaktin e fundit ai realizoi me familjen e tij në 25 gusht të vitit 2002 nga Spanja, ku i tregoi se ishte shëndoshë mirë dhe nga ai moment nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e tij. Dua të prezantoj dhe kronikën për Bledar Sulka dhe rikthehemi në studio. Bledar Sulkja, 51 vjeçari nga Durrësi, rezulton i humbur për familjarët që prej vitit 2002, ai emigroi që në moshën 14 vjeçare drejt Italisë, atje merrej me punë të ndryshme, ndërsa më vonë ka lëvizur në Gjermani rreth viteve 98-99. Në vitin 2002 zhvendoset në Valencia të Spanjës, me familjen kishte kontakte të rregullta deri në 25 gusht të vitit 2002. Herën e fundit i kishte thënë tatit se nuk kishte mundur t'u sillte para, pasi sapo kishte bërë një pasaportë kroate, që nga ky moment erdhën informacione të ndryshme lidhur me vendodhjen e 51 vjeçarit, ndërsa ata mësuan përmes disa personave të tjerë se ai ndodhej në një burg në Sevilje të Spanjës. Dëshmia më e fundit për 51 vjeçarin është ajo e një djali nga Kavaja, i cili pretendon se ka qenë në burg bashkë me Bledarin. Dyshimet janë se Bledari mund të ndodhet ende në atë burg me një emër tjetër, duke pasur parasysh se ai më herët ishte pajisur me një pasaportë kroate. Teksa kanë kaluar 24 vite që ka kontakti fundit me familjen, ende nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e 51 vjeçarit Bledar Sulkja. Ka kaluar plot 24 vite që familja Sulkja është në kërkim të djalit të tyre Bledar, por fatkeqësisht nuk ka zbuluar informacione. Ne sillim sot në fokus historinë e tij, 51 vjeçari, nëse është shëndoshë mirë, ndodhet diku. Bledar Sulkja sot i bie të jetë plot 51 vjeç. Kushdo që e njeh historinë e tij, kushdo që mund të ketë informacion, mos të hezitojë, qoftë dhe anonim, të lidhet me emisionin Pa Gjurmë, pasi nëna e tij është ende në kërkim. Madje kemi folur edhe ditën e fundit në telefon dhe shumë shpejt do të jetë dhe në një lidhje direkte nga Italia, pasi në këto moment ajo jeton në Itali dhe nuk është në qytetin e Durrësit. Uroj dhe shpresoj që edhe mesazhet që ajo do përcjelli në ditët në vijim në studion e emisionit Pa Gjurmë, le të sjellë tek ju një ndjeshmëri për të dhënë një informacion, sepse ai nuk ka qenë i vetëm në Spanjë, por ka qenë edhe me shok të tjerë. Ndoshta këta shok që mund të na ndjekin sot, mund ta marrin guximin pas 24 vitesh, të telefonojnë anonim dhe të japin një shenjë, një shpresë asaj nëne e cila vazhdon të kërkojë të birin e saj të humbur, Bledar Sulkja, prej 25 gushtit të vitit 2002. Uroj dhe shpresoj të mësohet e vërteta jo vetëm me Bledar Sulkaj, por për çdo person që ne trajtuam ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ju falenderoj dhe ju miq që ndruat me mua deri në fund të programit, dhe bashkë do ritakojmë sërish. Ju e dini që Pa Gjurmë vjen çdo ditë nga Hanan të premte live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë, mirupafshim.